Po besoj që i ka hup kuptimi gjithë shkafit. Ne jemi me të peng edhe për thirrëm ligj, na ju thojmë klyne për shkel një kushtetutën edhe me të pengi një rregulli se nuk bën me marr fjalën. Edhe në parlamentarizëm besoj që duhet më fol edhe mi zgjedh problemet. Nështë duhet më bë përpjekje me prish një rregull, në mënyrë që më met precedent edhe për të ardhmen, që m'ja nis më komuniku. E kjo forma që jemi na që 34-5 herë të ardhë kush o për edhe më shku e më ardhë mas 48 orëve, me të vërtet i ka hup kuptimi. Ndashta, masi të provojmë në formë kështu me mirë kuptim prej gjitha partive politiko ose prej grupe parlamentare, me mbledh edhe i herë me këqyr qysh me pas rrugdalje, ndoshta edhe të shkel një rregull, nuk bëhet atër duhet me ftu popullin se përshijet që ka i rritim e ka pak nasi ball edhe me dal diqysh lider ton politik jenë mësu me i ka përkrahje, ju kallëzu që më bon, përshijet që s'ka iniciativ, s'ka zotësi, s'ka afinitet, nuk përshkojmë ka mirë kuptimi, po veç ka përqamje aty e thellu përqamjen, edhe në këto raste ka njëherë i vjen funi, duhet mu nal, edhe me këqyr qysh me pas një rrugdalje, se me të vërtet i ka hup kuptimi. Faleminderit.